kurti ku I ka bërë ofertë LDK-s që ta bëjmë një marrëveshje edhe për kuvendin, edhe për qeverinë, po LDK-ja ka refuzuar dhe ju e dini ndoshta është pyetje më e mirë me bë LDK-s pse ata refuzojnë me orë pa PDK-n. Për shkak se për mua është komplet e palogjikshme ku lëvizja vetëvendosje vetëm me LDK-n 48 plus 20 bën 68, përfshi këtu edhe komunitetet jo serbe me 78 deputet një qeveri, po besoj që ja kishim dole edhe te prezidentin me boni zgjidhje. Po LDK-ja refuzoi për shkak se tha na nuk vim pa PDK-n. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me bë çfarë do oferte për PDK-n. Kjo po besoj duhet më përgjigj LDK-ja. Por çka është me rëndësi besoj se tash është edhe një kërkesë nga AK-ja në gjykatën kushtetuese. Shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt për me I dhënë përgjigje konstituimit kuvendit, nëse e morrin të pranueshme, për shkak se për ne është e qortë tani me gjykimi thot pika 48 ku mund me qenë votimi I hopur ose I fshet. Pro na jemi të provu alternativa të ndryshme, po është e pakuptueshme gjithë kjo bllokim që vjen prej opozitës edhe refuzojnë me lëviz. Propozimi është I joni. Kur vjen një subjekt tjetër edhe jep propozimet e veta, duhet me kuptuar që është e drejtë e jona, për ato zbohet kompromis.